Qindra e qytetarë vazhdojnë të protestojnë para parlamentit kundër armëve kimike, që prej mëngjesit qytetarë ambientalistë, nxënës të gjimnazeve të kryeqytetit, por edhe deputet Partisë Demokratike, janë tubuar para hyrjes së sallës së seancave plenare duke hedhur parolla kundër armëve kimike dhe në mbrojtje të jetës së të mjedisit. Gjeni një qeneri e cila sot do sjellim helme dhe do helmojnë gjithë vendin. Ku ndodhemi këtu? Jo! I themi jo! Ky shallë, përse më pëlqen? I kam vënë se Shqipëria nesër do jetë kështu po të ketë armë kimike. Unë i kam fëmijët jashtë, kam ardhur, jam këtu kam 2 vjet, por do iki nga Shqipëria në qoftë se vinë armët kimike. I vetmi zyrtar i lartë i mazhorancës që është dalur për të takuar protestuesit ka qenë kryetari i kuvendit Ilir Meta, i cili u ka premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet, ndërsa ka sqaruar se vendimi ende nuk është marrë. Çdo vendim do ketë në themel zërin tuaj, do ketë në themel partmen tuaj që nuk do të cënohen. Protestat e qytetarëve nisën javën e kaluar, kur mediat publikuan lajmin se armët kimike të Sirisë do të vinë në Shqipëri për të shkatruar.